Përshëndetje, mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hairullah. Sot në përballje podcast do të flasim për zhvillimet ekonomike si dhe kërcënimet nga kriza institucionale që ndodhi brenda këtij viti. Kam kënaqësinë që të bisedoj me profesor Muhamet Mustafa nga Instituti i Rinvest, një nga figurat e respektuara të ekonomisë në Kosovë. Sot do të flasim për ekonominë e Kosovës me një vit sfidues, me rritje të ngadalt apo të interpretimeve të ndryshme që po ndodhen sa i përket ekonomisë në Kosovë, për pasigurinë institucionale, për zgjedhjet e shumta që kanë ndodhur brenda këtij viti në Kosovë dhe si kanë reflektuar këto gjatë kësaj situate dhe gjatë këtij viti. Gjithashtu do të flasim për raportin e fundit, pra ashtu e nisa unë, raporti i fundit i Institutit e Rinvest, zhvillimet ekonomike dhe kërcënimet nga kriza institucionale. Vlen të përmendet që ky podcast përkrohet nga kompania e derivateve Exvis. Zoti Muhamet Mustafa, më vjen shumë mirë që po shihemi së bashku në këtë podcast për të folur natyrshëm për ekonominë. Po e nisim me publikimin e fundit, profesor Mustafa, të Institutit të Rinvest. E titullova unë ashtu sepse titulli ishte jashtëzakonisht i mirë. Zhvillimi ekonomik, kërcënimet nga kriza institucionale. Nëse me për publikun e gjanë, rekomandimet dhe të gjeturat kryesore të raportit. Po, spari për raportin ne për të tretën vit, po dalëm me një raport vjetor me një produkt tonën që dëshiron që të bëhet një lloj brendi i Rinvestit që në ndërrim të viteve, do të thonë në nëndor, kur edhe diskutohet për buxhetin e vitit vijus edhe parashikimet për vitin tjetër, Rinvestit të del me vlerësimet e veta dhe si vjetë edhe me prognozat e veta. Do më thënë, kemi qyt forumi ekonomik rjepori i Rinvestit, mbahet për tretën herë, si thash, edhe do të vazhdojnë më majtë, se do t'jetë një produkt i përhershëm, të cilin opinioni dhe me thonë e dinë se Rinvestit do t'i komentojnë edhe situatën ekonomike aktuale, por edhe perspektivat e zhvillimit, sidomos në vitin e ri. Ne kemi nevojë për një debat më të angazhuar, më cilësor, më të bazuar lidhur me zhvillimet ekonomike. Apo i shohim, domethënë, komentet prej aktorëve politik, natyrisht shpeshherë kanë një kënd subjektiv nga një herë të vlerësimeve. Roli i Rinvestit si institut kërkimor, si një institut i cili kremtoi 30 vjetorin, është që del me analiza objektive dhe të sugjeroj se çka mund bëhet më mirë. Do të thonë nga një pozitë e pavarësisë dhe e gjykimit të bazuar në evidencë. Ajo që i mungon politikës sonë, ajo që i mungon qeverisë sonë ekonomike, e cila asësit përmesohet, është mungesa e vendimmarrjes në bazë të evidencës. Çka do të thotë vendimmarrja në bazë të evidencës? Do të thotë që para se të merren masat, para se të inaugurohet një masë e qoftë politikës taksave, qoftë çmimit të energjisë, qoftë çka do duhet një evidencë solide. Të marrim shembullin për çmimin e energjisë dhe liberalizimin e rrjetit. Unë kom qenë kryetari i Komisionit për Ekonomi, kur e kemi këtë pakut ligjeve, cilën është paraprodhur liberalizimi i tregut. Kjo do të thonë po flasëm për fillimet e vitit 2017, edhe atëherë është e vërtetë që është paraprodhur, është e vërtetë që është shtyllë. Po ai ka thënë liberalizimi i tregut dohet kur të krijohen kushtet në treg, kur të krijohet konkurrenca në treg, edhe të krijohen një seri rrethanash të cilat nuk e goditin biznesin. Edhe çka ndodhi ajo, u mor një vendim, u polarizu situata, shoqatat e biznesit, asociacionet e biznesit, një në non, zëreja një në non, qeveria një në non, asësi të gjenë një common sense, të gjenë një vendim të përbashkët. Gjuhë të përbashkët. Si mund të gjenë dhe gjuha përbashkët? Gjuha përbashkët mund të gjenë nëse ka një evidencë. Nëse për shembull zëreja kish marrë, po duhet me shku liberalizim, kjo do të parafërsisht do ta bëj ngritjen kaq të çmimit, për një kohë ma vonë do të bie çmimi, por për një kohë kaq,
Çka do thotë kjo për ekonomi? Mhm. Ma nuk kemi pas aso evidencë çka do thotë kjo. Për shembull, nëse ti kishe marrë për çdo sektori transition të ekonomisë, të industrisë eksportuese, e kishe marrë ka një ose biznes, një ose dy biznese. Dhe aty e kishe marrë bilancin e dy në suksesit, dhe pasionin e tonë, dhe i kishe fut çmimin e energjisë, dhe kishe po çfarë ndikimi ka në rezultatin financiar. Automatikisht tash me Excel, këtë në herë na i kemi bo me dorë këtu, tash me tabelat Excelit ose me programe kompjuterike, kjo është sa që e në mshilë sy, edhe e sheq. Apo në dorën biznese, as po në dorën. Edhe cilat janë pasojat. Ne këtu kemi pas një farë mjegullie, edhe një farë paqartësie, edhe një farë konflikti antagonistik, i cili është Konflikt bile i panevojshëm. shumë i panevojshëm. Por arsye se nuk ishte askush kundër liberalizimit, sigurisht me sense, me legje kemi po. Po pra. Dyta komuniteti i energjisë na detyron me shku në liberalizim. Mirë po, jo, tha, na po shkojmë 1% janë biznese, 1% biznese, po janë 1200 biznese. A e ka llogarit sa marrin pjesë në eksport ato biznese? A e ka llogarit sa marrin pjesë në punësim, prodhimin industrial? Nga përvoja jote, profesor Mustafa, edhe në komision, edhe në kuvend, të kjo që ka të bëjë me tregun e energjisë dhe daljes së bizneseve në treg, e përmendëm punën e problemeve dhe paknaqësive. Pra bizneset thanë kërkuan shtyrje, nuk thanë për mos me dalë, nuk janë kundër daljes, po kërkuan shtyrje. Dhe kjo krijoi një farë problemi jashtëzakonisht që edhe sot, kur ne po flasim, edhe në gjykata ka përfundu, edhe në proces, pastaj në paqartësi, në të gjitha këto. A ka mujtë që ka mu zgjidh ma mirë? S'ka mujtë, po pa tjetër është da zgjidh ma mirë. Unë e thash spari, do me thonë, nuk diskutohet se duhet të ekzistoj tregu i liberalizuar, sepse jem pjesë e komunitetit të energjisë. Mirë po, edhe ligji përcakton kushtet, çfarë duhet? Ne kemi pas një fornitor apo dy. E vërtet, që s'ka pas ma shumë. Kur është marrë vendimi. Po pra. Tash janë bo ma shumë, edhe ata gradualisht do ndikojnë që çmimi marrë dikun me marrë dikun në bazë kërkesës o ofertës dhe me pas për mos atarsyeshme. Mirë po nuk mund të veprohet me kokëforsi, dialogu. Po me thonë, kjo që po flasëm për komunitet. Pra, kërkot bashkëpunim. Për zërrejnë dhe bizneset, pak a shumë është në ngjashme me këto që ka ndodhin në mes partive politike. Shumë keq. Me kokëforsi qëndrimin e vetë. Bizneset kërkojshin 6 muaj edhe nuk do të kristi kiameti dhe po të shkohet 6 muaj, por 6 muaj të fundit, sepse është e vërtet që disa orë është ty liberalizimi. Mirë po, aja nuk është shfrytzu as pej Kecit, as pej Keskos, as pej Zerres, me kriju tregun konkurus, i cili kish me ndiku në një çmime të arsyeshme të energjisë të cilat në disa sektore kanë ndikim shumë të madh në koston e prodhimit dhe natësin konkuruset bizneset. Prandaj ishte qesharaka e kur thëshin 1% biznese. 1% bizneseve janë 30% eksportit në ato biznese. Dhe kompani të mëdha, me numër të madh të punëtorëve. Sa firma po i qete, po cila përqindje e GDP-s po delën. Absolutisht. Dhe pastaj ishte një farë diskutimit të jetë jo profesional, një diskutim me kokëforci, një diskutim që zguxon me ndonë në një shoqëri e cila duhet të ndërtojë një konsenzus, një vendimmarrje e cila i shpjegoj gjërat përpara në zhvillim, jo në pengesa, jo në shok terapi, të cilat nuk nevojiten tash. E vërtet. Kemi situatë kur duhet me bo shok terapi. Edhe me bo eksperimente. Profesor Mustafa, nëse morëm kthehemi te raporti edhe te rekomandimet që e thatë do të jetë qëllimi është analiza e situatës, rekomandime dhe çka në vitin pasaj që vjen para prak. Kur jemi te rekomandimet unë nisa fillimisht gjendja e ekonomisë brenda vitit 2025. Dhe me të drejtë edhe ti e përmende, kemi pa interpretime të ndryshme, profesor Mustafa, të ndryshme nga qeveria për rritje ekonomike, për numra të mirë, për investime, ndërkohë që kemi gjithashtu partitë opozitare për rënjët e ekonomisë, për inflacion të madh, për gjendje jo të mirë të ekonomisë brenda vitit. Po ajo çfarë mund unë ta them që jam i fushës, është që ka qenë një vit që ka mbet pezull. Kur po them që ka mbet pezull, është që ne fillum vitin me zgjedhje, po përfundojmë vitin me zgjedhje, nuk kemi parë investime të mëdha kapitale të cilat do duaj, kemi parë probleme të buxheteve si kjo në Prishtinë që ndodhi, kemi parë problemin e buxhetit në nivel Kosove, që nuk mujtë më mëratu, e po shkojmë na në vitin 2026 pa buxhetri.
Qysh e ke pas situatën e ekonomi nëse mundesh më na dhoni retrospektiv të asoj jashtë këtyne çapo na thonë? Qëre brengosë është, ta numrat, ne kemi disa numrat rritjes ekonomike, nuk janë numra si të qeveria, gjitha vlerësimet e organizatave ndërkombëtare prestigjioze janë që rritja ekonomike në Kosovë do të jetë rreth 3.8%. Analizat tona që thash na kem fillu me dalë me prognozat tona do dalëm 2 herë në vjet. Sa është rritja ekonomike me prognoza tona e ato bazohen në lëvizjet më të reja, pak më të reja se so banka botërore edhe këto. E në modelin ton ne parashikojmë një rritje diku 3.6%. Qeveria thot 4.3%, për vitin e ardhshëm 4.9%. Dhe parashikimet tona janë se kjo rritje afërsisht do të jetë njësoj edhe në vitin e ardhshëm. Tu i marë parasysh këta faktorë, se politikat e si vjeme, edhe eset e si vjeme, edhe pritjet e konsumatorëve dhe pritjet e bizneseve ndikojnë në rritjen ekonomike. Që tash në këtë moment as konsumatorët s'kan pritje optimiste, as bizneset s'kan pritje optimiste, situata në 4 sektorët nuk është që duhet, në sektorin real, në sektorin e biznesor, aty ku prodhohet, aty ku krijohet vlera, nuk është në rregull, bizneset ju edhe kontaktoni edhe bizneset edhe asociacionet e bizneseve. E dyta, në sektorin e jashtëm, situata po keqësohet, domethënë, deficiti tregtar po thellohet, mbyllshmëria e importit me eksport po zvoglohet, dërgesat e emigrantëve ka ra ritmi i rritjes, domethënë janë gati si vitin e kaluar, nuk janë rrit. Investimet e jashtme përsëri kanë një trend, por ai trend është në patundshmëri, edhe në përgjithësi kur i marrëm gjitha këto, kur shohim sektorin financiar që ka shtrëngesa. Këta ishin 2 sektorë të parë, likviditetet, i treti financiar. Domethënë aty ka probleme likviditet. Ka shtrëngesa në dhënien e kredive. Janë rrit shumë të tërheqjet, mbi tërheqjet, overdraftat e këto. Domethënë është një far stresi në likuiditet, edhe ai sektor nuk është Dhe i katërti? Edhe i katërti buxheti. Okej. Buxheti i Kosovës ka një strukturë pak a shumë atipike, edhe një strukturë që është deformuar prej ardhjes, domethënë të marrën prej vitin 2021 edhe kënej. Edhe është deformuar, është ndryshuar në dëm të investimeve kapitale, edhe në dëm të investimeve për shembull në arsim, në shëndetësi, në kërkime dhe inovacione e tjera, në favor të transfereve sociale, po transfereve jo vetëm sociale, po edhe subvencioneve, këto intervenime të ndryshme. Tash transferet sociale në shoqëri si na e kanë një far, mund ta kenë një far populariteti, por fatkeqësisht mendoj se transferet sociale nuk janë duke bërë në mënyrën e duhur, për arsye se nuk janë selektive. Shkojnë në një front të gjerë, edhe nuk krijojnë një masë kritike për me përmirësu gjendjen sociale të atyre që kanë nevojë. Domethënë, plus ndoshta numri i shfrytëzuesve të këtyne është i duhet një audit. Domethënë, këtë pakos të transfereve i duhet një audit, edhe duhet me bo ma selektive intervenime sociale dhe me intervenu aty ku ka nevojë dhe me intervenu aq sa të përmirëson gjendjen. Për shembull, e marrëm këtë situatën me student, ka 100 euro, 26 milion. 26 milion, student janë shpërndau, ka njerëz që pe studentëve që ato s'kan nevojë për to, se kanë gjendjen ekonomike të shpejtë, se kanë bursa të drejtare, që në financuar të ndërka. More, të kishin me hinë në ekonominë? Jo, po marrëm edhe nevojën, me 100 nuk janë rreshë, asa ti që në gjendje të keqe, po aq ma pak tyne që nashta 50%, 60% në tyne s'kan nevojë për to. Edhe sikur ti kishum harxhuar 26 milion. Për shembull, pajisjen ÇKU, ku kishin shfrytzuar dvorfun, nuk kishin dashur me shku me bo analizat privat që janë më shtrejtëse në Gjermani. Ose ti kishe investu për shembull në inovacione, në kërkimin, projekte, në to. Do me thonë, ajo është një farë, që me thonë, këto masa duken pak çuditshme, edhe unë nuk di, do me thonë, qoftë është qëllimi që me u bo a janë masa populiste, a janë masat nevojshme, a janë mojta
pushteti po thot të tjerët si kanë thonë kur. Rritja e lehonave, rritja e aty edhe te do është unë të për fëmijët, shtesat për fëmijëve. Do që janë qelluar. Shtesat e fëmijëve janë qelluar, andaj janë vogla, gradualisht shkojmë. Po kanë filluar më vonë. Edhe po duket na jemi në gjendje të popullatës dhe curive demografike shumë të këqija. Prandaj patjetër duhet me aty do të thonë kanë të drejtë, por to pjesë tjera, to nuk janë të qellume, prandaj po them që duhet me bën një audit, duhet me rishqyrtu komplet strukturën e transfereve sociale, me reduktu ato, por me intervenu aty ku kanë nevojë edhe me kriju një diferencë, me rregullu njerëzve jetën. Kështu nuk bëhet, është një politikë, as mund ta quajsh politikë të majt, mund ta quajsh ndoshta politikë populiste, por një politikë që ka një kosto të lartë oportune, sepse na thamë po të ishin investu këtu në Çekuq, do të kishin përfitim të vorë. Prandaj ju pyeta ç'është me quajt, politikë populiste, politikë ideologjike, një akt politik i momentit, dyqysh, hajde t'ja marrojmë qefin, apo kupton ajo. S'po di tash me thonë për vota, unë s'kam qef pak me thjeshtu këtë debatin atin. Po inshallah s'është për vota, po edhe mund t'jetë edhe për vota. Po që na thash ka qenë vit zgjedhore edhe shumë kush e ka qujtë edhe për vota. Dorën zamor. Pra, në historitë Kosovës ka ndodhur veprime të tilla, e dini, bash na jemi gjatë. Domethënë edhe të kujtohet kur i ka çështë ngjajshëm 2010-ën, 2011-ën, pikërisht po rrit ato, na kemi reaguar, nuk është mirë tin me munu në kohë të fushatës me pare publike, me marrë vota me kësi intervenime. Nuk është mirë. Duhet pa marrë parasysh kush në qeveri. Secila qeveri duhet me evitu. Kur e përmende 4 sektorët që më la shumë përshtypje, të buxhetit tash mbetëm të buxhetit. Pa shtjellu pak më, që është shumë e rëndësishme, më e rëndësishme. Por pas që kjo strukturë, domethënë, nuk është në rregull. Edhe në kot, domethënë secila qeveri, edhe kjo tashme, ka thonë që ka me qenë prioritet shëndetësia, ka me qenë prioritet arsimi, ka me shoqëria e dijes nuk mundet pa kërkime, pa inovacione, pa unë tash e kom publiku një punim ku jemi na dhe Shqipëria fatkesisht. Gjendje shumë keqe sa i përket investimeve buxhetit publik në kërkime dhe inovacione. Apo? Po. Domethënë na nuk jemi nuk kemi askund. Si me kërkon. Hiç, do se Shqipëria është diçka më mirë në këto, por na për shembull e kemi dikun, edhe pse e kemi 0,7 buxhetit me investu, 0,7 buxhetit që e bje dikur 0,3 të GDP-s, na nuk e investuam as 0,1%. Mesatarja e rajonit është 0,5%, do më thonë 4 herë ma shumë a 5%. Serbia është 0,9%, Evropa gati 2% GDP-s. Do më thonë, na jemi... Pra, këtu shihot realisht nëse që tu s'jemi na mirë... tash, qka do më thonë kjo kur ti sënzit kërkime, sënzit inovacionet? Do më thonë e ki produktivitetin në ullët. Kur e ki produktivitetin në ullët, rritja ekonomike është me adop. Konkurencen në tregun e ashtë me ki me adop. Kjo është në këtë zingjirë dhe në këtë mënyrë është e çuditshme. Programi nacional i kërkimeve shkencore është aprovu 2003. Edhe pse na kem pas vretje, ka mujt me konë shumë më mirë ai program, por ajde është një program me forca 2003-2025. Po, 2023-2028, por 5 vjet, falni. Po, më fal, 2023-2028 e kjo. Po, ai program nuk është zbatu. Kur që është zbatu, është para pas dikun me anis me 10 milion në vjet me investu në kërkime shkencore, me shkun 14, me shkun 4, as që ka fillu mu zbatu, e çuditshme. Pse? Sepse mungojnë do akte, mungojnë me organizu në ministria tje, një administrat që administron ato, edhe në tash jesëm me intervenime që nuk mund t'i quash as simbolike. As simbolike. Profesor Mustafa, e nesëm të pjesa parë që ka të bëj me raportin e Institutit Reinvest. Do me thonë, me bëne rezime, do me thonë, na kemi një rritje 3.6.
presim që dhe vitin e tjetër tjetër ngjajshme, domethënë ky parashikimi unë është i ngjajshëm me bankën botërore FMN ata 3. E qartë. Mirë, po na e kemi po në shtator po shihet inflacioni ka mbrimi 5%. Konsumi domosdoshmë do të zvoglohet. Gjithashtu janë edhe investimet publike, domethënë një miliard dhe gjys investime, domethënë kanë met pa bë këto 3-4 vjet të fundit. Pse parat janë aty? E pse po ndodh që kjo tregon? Edhe po duhet të pyet pse po ndodh që kjo se që s'ka organizim, s'ka menaxhim, s'ka qeverisje të mirë ekonomike. Përndryshe ti po merr kredi pe bankës botërore, e parat tuaj ki aty për investime nuk është vizon, po çfarë kuptimi ka ti me hyj borx? Nëse pse borxhin e kem tul, nuk është krizë do e borxhit. Si mund të marrësh borx? Po ti parat fondet i ki tunajt aty buxhet, e ti merr ka letra me vlerë, merr atje investimet jesin paralizume, shkojnë sidomos to kur i marrin, merrni e shiqoni raportin e auditorit përgjithshëm realizimi i këtyre projekteve që janë të ndërlidhura me ta shtuqurën klauzolla investimeve, vend që më kry për 3 vjet, shkojnë 7-8 vjet nuk. Vjen koha me i kthy e projekte, alas është bo, me fillu me kthy projektin. Domethënë, është një menaxhim i topt, një përgatitje dopt të projekteve, kush nuk i thret ato agjencione buxhetore në përgjegjësi pse ju e keni pas me kry një projekt për 2 vjet, e është viti 5 e keni kry 15%. Pse? Askush nuk shkon përgjegjësi. Këto janë gjëra që po mendoj varet krejt për neve, nuk mund me prit Komisioni Evropian me nëzirë të problem, as Amerika. Dorën zamë këto duhet ta bëj qeveria, e cila është përgjegjëse, se cila qeveri. Unë po flas për qeverinë, për institucionin, kushdo që është atë në krye të qeverisë. E para. Dhe e dyta, gjë që s'ka ndodhur këtë vet, fatkeqësisht është roli Kuvendit Kosovës dhe komisionet për cilat ti ki përvojë, të cilat janë komisionet që merren pyetje nëse pra roli mbikëqyrës i Kuvendit Kosovës. Pra Kuvendi nuk ka funksionuar si vjet dhe këtu po du me ndal te kjo pjesa e parë, e bënëm analizën të gjendjes e cila është te kërcënimet e krizës politike që ndikojnë ekonominë tonë të përditshme. Dhe kur jemi te një çështje tjetër që po du me diskutu te investimet e huaja, shumë ka diskutim. Ne jemi të e po një konkurrencë jashtëzakonshme në rajon, po e shohim Shqipërinë. S'po shkojmë veri te Serbia, po shkojmë te Shqipëria, Malizi, Maqedonia. Domethënë është një garë jashtëzakonshme sa i përket le të themi investimeve të huaja të ndryshme. Kosova si duket në këtë relacion ka met anash. Unë nuk kam bë investimet mëdha. Domethënë ka investimet diasporës, ato e dim ku po bën ato investime, por investimet janë shumë pakta në sektor të prodhues, sektor në vlerë shtuese. Na kemi këtu pak një lloj organizimi në këtë outsourcing për teknologjinë e informacionit apo shërbimet e tilla, por investime në të shtuqurat industri kreative, industri që krijojnë vlerë më të lartë shtuese edhe që përmirësojnë tërshëndetin ekonomik të Kosovës, nuk ka dhe nuk është çudi pse s'ka. Në një krizë të tillë ekonomike, në një krizë të tillë politike, do të ishte çudi që na të kemi investitor këtu, do të ishte çudi. Po, për shkak të imazhet, ndërkombëtar. Për shkak të imazhet edhe të situatës pasigurisë politike. Cili investitori huaj vjen me investu me një vend ku se ti në Google me lyp krijimi i permanentin i konflikti politik apo konfliktit pritur politika, konfliktit të imagjinuar politik, ajo edhe bizneset tona kanë nisë me kërku tregje të reja. Ka domethënë përnguljet bizneseve. Edhe në Shqipëri. Nga Kosova. Edhe në vendet po, absolutisht. Domethënë një rast po të ndodhte ashtu. Domethënë është dashur qeveria mu alarmu, me studiu atë rast, me shku atje me bisedu me to. Dhe me pas bashkëpunim çka po ndodh, pse çka po të pengon. Feronikli i ka mbyll 1000 punëtorin, e ka mbyll, Feronikli nuk punon. 1000 punëtorin shku në shtëpi. Kush nuk ku dal me reagu pse u mbyll. Ose pse ka ndodhur raste. Pse ka ndodhur, ndoshta ka faj investitori, po publiku do të më informu. Është një mund ta quaj
një preokupim jo I mjaftueshëm, një vetë kënaqësi, pse jenë pushtet, je bo ministër, je bo dëshka, edhe ti tash mendon që ti ki punë të mirë aty, ki vetur aty, ki krejt, këtë gjendja iluzion Kosovë. Luks, Kjo gjithçka. është një iluzion, një vetë kënaqësi. Pra, s'po për te qasaj situatës. E pengon përgjegjësinë, e pengon llogaridhënien, apo shifëm, po shofëm fundit, çka po ndodh, do të thonë, mund pëlqej shumë Jusuf Bugjovi, e kishte në emision aty, neve tha na duhet patriotizmi kushtetues. Kjo kushtetut është ekzistenca e shtetit Kosovës. Qofse ti këtë kushtetut e rrezikon, e devalvon, e bën paqavër, atëherë e rrezikon edhe shtetësinë, sepse ata që kanë garantuar shtetësinë tonë e kanë garantuar me çet kushtetut. Përmes kushtetut. Jo që kanë qenë këtë njerëz të lumtur, edhe tu na përfshi edhe neve që kjo kushtetut është e përsosur e më e mira, është relativisht e mirë, edhe është një marrëveshje me bashkinë ndërkombëtare. Nuk mundesh ti tash me thonë, unë, hajde po I graj unë, edhe me kriju domethënë si situatash, si krizash, një far situatën shoqërie e cila pak a shumë Jo, krijon edhe pasiguri edhe te njerëzit normal. Po normal, po I shef njerëzit, Allah çka po bëhet, profesor, çka po bëhet, çu po bëhet. Dikush thot haj, se s'po më intereson, unë po iku, po shkoj, po iku pe. Po, edhe truni normal I këtij vendi mandej po shkon. Kosovë hala ka filluar tash sikur Shqipërisë. Kosovë pak a shumë na I kemi për shembull Instituti Rinvest në vitet e hershme 2000 deri ka 2013, na kemi shku me 200 vet në bursa për ekonomi, për MBA, për ndërmarrësi, edhe gjithë Ju kthy. Gjithë, asnjës ka desh me najt atje, edhe pse kanë pas kërkesa më të mirë. Shqipënisë, e gote 40%, 50% ka qëndruar. Feshin në Shqipëri. Sot jemi barazu. Sot jemi barazu gote. Profesor, për na shkon koha, jashtëzakonisht shpejt, po duhet të pjesa e fundit në ngomçef te këto diskutime që I bëj në përballë podcast, gjendjes, aktualitetit, zhvillimeve, edhe te pjesa e që ka të bëj me mesazhin, por edhe në fushën në podcast me ty te gjendja e ekonomisë. Çka I duhet Kosovës në ekonomi, le të themi, kurdo ne jemi në zgjedhje këtë vet, do të përfundojnë, do të krijohet një qeveri, po shpresoj që do të krijohet një qeveri pa probleme dhe do duhet të krijoj sa më shpejt, se jemi shumë vonë, jemi vonë një vjet me këto stagnime dhe I duhet një qeveri, kurdo që vjen atje, duhet të sjell motorat, ta sjell buxhetin, të ketë veprime. Edhe kush më mirë se prej teje nuk besoj që kish mujt më dhon një far rekomandime të cilat se çka I duhet Kosovës edhe urgjentisht, por edhe në pikë vështrim pak më të gjatë në ekonomi. Po në rand parë unë po them fillu me këtë produktin brand që kemi dhe si vjet u afirmu më shumë ke shumë pjesëmarrje më të mirë këtë forumin ekonomik vjetor, ke raportet na për të tretin vjet apelojmë që qeveria, por edhe aktor tjerë, duhet patjetër të krijoj një trup me ekspert vendor dhe ndërkombëtar dhe ta rikonstruktoj modelin e rritjes ekonomike. Ky modeli tashëm është I rritjes ekonomike që bazohet në konsum që vjet shumëten nga importi që servisohet me dërgesat e emigrantëve, ky në realitet e ka kurthuar rritjen ekonomike. Pse ka kurthuar? Pse nëse ti e rrit konsumin, edhe për me servisu konsumin, ti duhesh me rrit importin, edhe kjo ka ndodhur, domethënë është keqsu raporti eksport-import këto 5 vjet të fundit, edhe ajo tash e zvogëlon rritjen ekonomike, se ti po konsumon produkte që në prodhu tjetër kon, po I çon parët në Maqedoninë, Serbinë, Shqipërinë, në Bashkimin Evropian gjithë po. Edhe tash ajo parë që ti çon atje, ajo qarkullon atje, nuk qarkullon këtu. Ajo efekti multiplikues është në ato vende. Qarkullimit parës ndikon rritjen në ato vende. Për shembull, kur e blejmë na qumshtin pe Sloveni, e paguajmë me parët tona ose me parët diasporës, vjen qumshti këtu.
ato euro që na i qojmë Sloveni, ato qarkullojnë te ai që e prodhon qumshtin, te ai që pagun taksat në shtet Slovenisë. Pagun atje qarkullojnë, jo këtu mo. Edhe kështu që ky farë modeli, i cili, do më thonë, e mban pjesëmarrjen e sektorëve të prodhues të industrisë përpunuese 13% prej vitit 2010 deri vitin 2025, nuk është përmirësuar pozita e industrisë përpunuese. Do më thonë, është 13% në prodhimin vendor bruto apo në GDP, si e quajmë, edhe nuk është përmirësuar. Pa marrë parasysh ajo industri përpunuese tash krejt eksporti i Kosovës ikon 35% është industria përpunuese, do të thonë 13%, po në eksport ka peshë më të madhe, është më e rëndësishme. E ti tash nëse e kishe stimuluar këtë industrinë përpunuese, mas pari e kishe zvoglu nevojën për import, parat kishin mbet këtu, ti kishe prodhu eksporti atje, që ato pare që ishin ardhur për eksportin kishin ndikuar rritjen këtu. Domethënë, ideja jonë është që këtu është çelësi që duhet me bë ndryshim. Qysh mund më bë tash ky ndryshim? Ky ndryshim nuk mund më bë ndryshe për pas të investu në faktoret njeri. Domethënë, dija në teknologji, dija në financa, dija në marketing, është esenciale që ti me ndryshu një model që ta ka kurthu rritjen ekonomike. Është 3.4, 3.6, 4, 3.8, kjo është veç sillum numra, pojmë debat politik. Rritje me inercion, nuk është rritje që ka ndiku qeveria. Pra me vizion. Po, tash me vizion, rritja është dosh me shku 6%, 7%, edhe ato për disa vjet që na me te kalu këto shpërpjestime të rënda që janë në strukturën e ekonomisë të Kosovës. Na për 30 vjet e botojmë raportin, e diskutojmë raportin, e transmetojmë live raportin për me po të gjithë. Për me po të gjithë, askush, asnjë njeri i qeverisë. Zvjen. Me thonë zvjen aty zvjen jo se jo. Jo, zvjen me thonë ka dalë ta lexojmë ti raport që të rekomandime. Po hajde të thras tani as fakturë në të pini kafe. Qysh më ja bë? Jo veç ata. Pas as të tjerat. As partitë politike të tjera. Po kjo keq, kjo kallzon që ku e kanë fokusin këta, që kjo është me keqja. Disa parti kem pak njerëz më të njohshëm i bisedojmë to puna, kem miq në disa parti bisedojmë me ta, por po them atmosfera në shoqëri është kontaminuar, që po thonë ka këta analistat. Është kontaminuar, po është kontaminuar keq ajo atmosfera politike dhe njerëz tash ti dele flet por që ato çka po thonë, nuk zgjon dikem, sepse nuk jetu shoh, as nuk jetu shoh një kryetar në një parti, as nuk jetu shoh. Te pyetja jam si mesazh. Te pyetja jam si mesazh jote është vëmendje. Çka po duhet ekonomisë së Kosovës është fokus, vëmendje. Fokusi është, domethënë, që ky ndryshim e qartë, kuptova që shpjegove. Ky iniciohet, domethënë, tu investu më shumë në kërkime shkencore, tu i lidh kërkimet universitetin me ekonominë, edhe tu i rrit kapacitetet e universitetit, tu i stimulu inovacionet që ku ICK Kosovare inovacione që mundohet me rinije, bën punë të mira, edhe tjera, duhet me mobilizu krejt shoqërinë, sepse na jemi tu me të mrapat, mërësisht mrapat. Sidomos me vend të rajonet, do në zamor edhe në përbot, mos flasim. Fatkesisht dhe Shqipëria, po shkon në Evropë, po këtu në të pika nuk dallon shumë për neve, fatkesisht. Milen, diçka është pak ma keq se na. Interesant dul OECD-ja me një studim tash, kohëve të fundit, në qoftë se vlera e një punëtori për një orë në BE është 70 euro. Te na është dikun 27 euro, në Shqipëri 19 euro. Dul, do me thonë... Një vend që donë me i shumë shpejt në Bashkimin Evropian, dash. Katastrofik edhe Kosova, po, habita me Shqipnin. Nuk u gëzova, që jem absolutisht, po. E fundit, mesazh, si mesazh, shka kishe, do me thonë, të ata që dojnë me kuptu realitetin, në të gjitha subjektet politike ka njerëz të mirë, ka njerëz që mujnë pro neve na duhet pak, edhe kritika konstruktive është mirë, e jona këtu më thonë për të tjera, edhe në studio tjera. Dhe unë mendoj që është koha që ky fokusi në 2026 me u rikthy në ekonomi, zhvillim, edukim, arsim, inovacion, e jo në blokada. Më thonë, investimi në edukim dhe arsim, kërkime dhe inovacion, dhe në shëndetësi,
e rrit atë fuqinë thithse absorbuese në shoqëri për Shumë e rritje qartë. ekonomike më të madhe. Na këtu nuk kemi. Tu duhet me fillu. Edhe nikosisht duhet me rrit përgjegjësinë, që thashën gjithë ato dikastera. Domethënë duhet qeverisjen ekonomike duhet me reformu rrënjësisht. Politikat ekonomike duhet mu bazu në evidencë, në dije, në analiza. Nuk mundesh me marrë një masë me thonë hajtë këshyri çka po bëhet atje te eksportuesit. Duhesh me simulu me tash teknologjia e informacionit, softverat. Thot ti për rrit taksat që kash. Çështu ka me ndodhë filon sektorit, filon biznesit të më ndodhë. Çështu ka me qenë bilanci i gjendjes. Pra analiza në kohë reale. Ka me ndiku. Me njëherë mundesh me marrë. Po. Do me thonë, kjo është ajo politika në bazë të evidencës. Kjo mungon në Kosovë. Merësisht mungon. Politika tash del dikur thotë pe bëj çdo tash, ky tjetër i gabim, ky tjetër i gabim. Asnjëri s'ka evidencë. Veç bëhet një konflikt, bëhet një zhurmë, bëhet një allakom. Kjo duhet më ndryshu. Na ndodhemi para vitit kur po mbahen zgjedhjet. Unë mendoj se qytetarët e Kosovës duhet të mendojnë edhe duhet të shohin situatën esën. Do me thonë të ikun asaj që unë po përkrahej dikon pse kështu ne kënej kum gjithë kem kon me këto abne. Duhet me analizu referencat. Kon po votojmë, kon po zgjedhëm, çysh po votojmë, duhet me po gjendjen. Çysh është situata edhe me lyp llogaridhënie, edhe me kërku programe, jo premtime boshe, premtime pa bazë, programe që i rrok menja, kur thëshin dhe negar çka sta merr menja nuk E thjesht është. Po, e thjesht, do me thonë. Kështu që besoj që ka fillu një proces vidisimi, besoj që na duhet me kalu këtë situatë, besoj që duhet me nërru mënyrën e qeverisjes, duhet me kriju institucione shpejt. Edhe Komisioni Zgjedhor duhet me i bo llogaritjet shpejt kësaj here, zgjedhjet mu bo në rregull, me rregulla brenda ligjeve, mos më na zgjato ankesat apo PZP-ja ne knejeme, sepse na duhet me kriju qeverinë deri në fund të janarit. Se krijum qeverinë deri në fund të janarit, na him në spiralet problemeve. Vitin arshëm, mas pari kem rrezik me hub 200 milion të planit të rritjes. Edhe plus tjerat, bankës botërore një grant, e tjera mos flasëm, po edhe më e dëmshme se këto miliona që i hupëm na është gjendja në shoqëri, gjendja pa perspektives, konflikti politik, edhe pa përgjegjësia e qeveritarëve edhe aktorëve tjerë politik. Zoti Mustafa, me këtë mesazh jashtëzakonshëm të mirë, nuk kemi që mishtu ma shumë, faleminderit shumë për kohën, një diskutimi jashtëzakonshëm të rëndësishëm për ekonominë, për gjendjen, analizën dhe se çaj duhet Kosovës tutje. Faleminderit shumë. Ndër qofshi ju dëshiroj suksese. Faleminderit shumë. Shënderuar ishëm me profesor Muhamet Mustafa nga Instituti Rinvest, ku folëm për ekonominë, se çfarë është në Kosovë sot, dhe aspektin e krizës financiare, aspektin e krizës politike dhe institucionale, por mbi të gjitha dhamë edhe shpjegime se çfarë i duhet Kosovës në të ardhmen. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.